ç'lidhje ka askushi me parashevisi Makun njëherë? Se janë dy breza krejt të ndryshme, të larta, se për talent nuk po flasim se ka fare krahasim këtu, më thënë, se nuk dua të jem as cinik, se më vjen dhe keq, më vjen keq për këtë askush, më vjen vërtet shumë keq që se nuk e di, në Zot ka besim ky askush se është gjyna. Është nuk e di, është mëkat. Të flasësh për dikë në gjendjen e parashevisi Makut, me këtë fjalor, më vjen shumë keq. Jam shumë i prekur, sepse ka 1001 halle parashevisi Maku. Të dëgjoj dhe këtë. Nuk e di domethënë. Nuk di. Për ndjekësit, është totalisht një mashtrim. Unë jam i bindur, i kam parë reagimet. Të lutem mos e shani këtë askushen. Lëreni në botën e saj, se gjuna, domethënë, unë mendoj që duhet kemi besim të Zotit dhe ti falim këta. Kur vjen puna te kana. E di që jeni, nuk kanë fjalë, e di që jeni shumë të mërzitur, se inboxi po më qahet nga mesazhet. Mos e vrisni mendjen, ju premtoj që do ta ndjek unë në gjykat, në mënyrën më civile, në mënyrën më njerëzore, dhe të respektohet ligji shqiptar për shpifjet dhe për denigrimin e figurës së dikujt, aq më tepër në situatën në të cilën ndodhet parashevisi Maku, e cila nuk mund të mbrojë veten. Pra, në këtë rast t'i japim një mësim kësaj vajze të re që të mësohet të flasë herë tjetër me kujdes.